Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Rikthehet në Lushnjë Panajiri ditët e bujqësisë 2026, nga data 28 deri në 30 prill. Fermerë dhe biznese vendase dhe nga rajoni prezantojnë produkte dhe teknologji të reja. Ministri Bujqësisë Salla theksoi rëndësinë e këtij panajiri në sektorin e bujqësisë. Panajiri ndërkombëtar ditët e bujqësisë 2026 është rikthyer në Lushnjë, duke u shndërruar sërish në një nga platformat më të rëndësishme për zhvillimin e sektorit të bujqësisë dhe blegtorisë në vend. Panajiri ka mbledhur fermer, agrobiznese, institucione financiare, kompani teknologjie dhe organizata ndërkombëtare, të cilët synojnë të gjejnë partner të rinj dhe të zgjerojnë rrjetin e bashkëpunimit, por edhe të prezantojnë produkte dhe teknologji të reja. I pranishëm në ceremoninë e hapjes ishte edhe ministri i Bujqësisë Andi Salla, i shoqëruar nga kryetaria e Bashkisë së Lushnjës Eriselda Sefa. Në fjalën e tij, ministri theksoi rëndësinë e panajirit, i vetmi në Shqipëri, për nxitjen e kontratave mes bizneseve dhe promovimin e produkteve shqiptare sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Një nga panajirat më të mëdhenj që ne kemi organizuar dhe organizojmë në territorin e Shqipërisë. Por ajo që është më e veçanta është që këtu jo sot nuk janë vetëm bizneset shqiptare, por përfaqësohemi edhe nga biznese të rajonit, të Europës, gjë e cila na bën që secili nga ne të shkëmbejë eksperiencat, por edhe të lidhi kontrata midis bizneseve, në mënyrë që ne atë çfarë prodhojmë këtu të kemi një mundësi jo vetëm në tregun shqiptar, por edhe atë ndërkombëtar. Nga ana e saj, kryebashkiakja Sefa u ndal tek arritjet e këtij panajiri ndër vite, duke theksuar se tashmë ai është kthyer në një traditë për qytetin e Lushnjës, ku bujqësia mbetet një nga shtyllat kryesore të ekonomisë lokale. 4 vite më parë, kur hodhëm themelet e këtij panajiri, kishim një vizion të qartë, të krijonim një platformë të dedikuar zhvillimit të bujqësisë, promovimit të inovacionit dhe ndërtimit të urave bashkëpunuese mes fermerëve, bizneseve dhe institucioneve. Sot, me krenari themi se ky vizion është kthyer në realitet. Ditët e bujqësisë janë tashmë një pikë takimi i rëndësishëm për aktorët kryesorë të sektorit, duke dyfishuar numrin e pjesëmarrjeve në vite dhe duke tërhequr kompani vendase e ndërkombëtare. Ky panajir ka shërbyer si një platformë e suksesshme për krijimin e partneriteteve strategjike, prezantimin e teknologjive të reja dhe nxitjen e zhvillimit bujqësor dhe rural në Lushnjë, Myzeqe dhe Mëgjerë. Por suksesi që shohim sot nuk është vetëm i një eventi, ai është mbi të gjitha rezultati i punës së palodhur të fermerëve tanë. Bashkia Lushnjë përfaqëson një nga qendrat më të mëdha të prodhimit bujqësor në nivel kombëtar, ku rreth 65% e tokës është në funksion të bujqësisë. Prodhimet tona jo vetëm furnizojnë tregun vendas, por po fitojnë gjithnjë më shumë terren edhe në tregun ndërkombëtar. Këto janë rezultate dhe i politikave mbështetëse, si në nivel qendror, por edhe atë në nivel lokal. U zhvillua sot konkursi matematikës mes nxënësve të klasave të 8 në shkollën Nënshkruesi Pavarësisë Nebi Sefa, ku nxënësit sfiduan njohuritë dhe logjikën. Sot shkolla jonë do zhvilloj konkursin e matematikës me klasave të 8. Qëllimi i këtij konkursi është të mësojmë më shumë nga njëri tjetri, të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, si dhe më rëndësishme të respektojmë njëri tjetrin dhe punën e njëri tjetrit. Nxënësit e klasave të 8 në shkollën jo publike Nënshkruesi Pavarësisë Nebi Sefa kanë organizuar një konkurs në lëndën e matematikës me synim thellimin e njohurive dhe nxitjen e bashkëpunimit mes tyre. Të ndarë në 2 grupe me nga 6 nxënës, më të mirët në këtë lëndë u përballën me sfida që kërkonin përqendrim, durim dhe logjik, duke zgjidhur ekuacione, inekuacione dhe ushtrime të ndryshme nga programi matematikës për klasën e 8. Gjatë gjithë konkursit emocionet ishin të pranishme, ndërsa nxënësit treguan aftësi dhe përkushtim në çdo etapë të garës. Aktiviteti u drejtua nga mësuesja e tyre matematikës, e cila vlerësoi angazhimin dhe punën në grup të nxënësve, duke theksuar rëndësinë e aktiviteteve të tilla në zhvillimin akademik dhe social të tyre. Ju falenderoj shumë për gjithë përgatitjen që keni realizuar të paktën këto 2 javë intensive. Më keni kënaqur, vërtet më keni kënaqur dhe me rezultati sot kuptohet është goxha e kënaqshëm. Duke marrë në konsiderat nga faza e parë deri në fazën e 4 që ishim me grupin B, por që ja rritim jashtë mirë. Pa
kam marrë parasysh faktin që unë absolutisht nuk e diskutoj fare pjesën e hileve, sepse ju kam që gjithve një lloj, por nëpërmjet pikëzimit ju rezultoni 203 pikë grupi B dhe 203 pikë grupi A, që do me thënë jeni me pikë barabarta, që do me thënë të dy grupat janë fitues. Stina e zjarreve që po afron mblodhi në Fier përfaqësuesit vendor. Kreu i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, Haki Çako, tha se do shtojmë flotën e mjeteve ajrore, por nuk duhet të presim shuarjen e zjarreve vetëm nga avionët. Në prag të stinës së nxehtë, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile ka kërkuar nga bashkitë të marrin masa për menaxhimin e situatave të cilat sipas kreut të AKMC-s, Haki Çako, priten të vështira, bazuar në parashikimet për një verë me temperatura ekstreme. Nga Fieri, kur përfaqësuesit vendor raportuan për masat e administrimit të zjarreve, Çako sqaroi se strukturat në terren janë përgatitur për të punuar me të gjitha kapacitetet dhe se flotës ajrore të mbrojtjes civile do t'i shtohen disa avion Air Tractor. Jemi duke punuar për kompletimin e të gjitha stacioneve dhe drejtorive të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit dhe të strukturave të tjera që janë në terren dhe që reagojnë mbi bazën e parimit të veprimit në njësinë vendore përkatëse, por njëkohësisht duke forcuar dhe kapacitetet e tjera në nivel kombëtar, qoftë ato të forcave dhe të strukturave operacionale qendrore, sikurse janë forcat e armatosura, policia e shtetit, apo shërbimi mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi e urgjenca mjekësore vullnetarët, por edhe nëpërmjet ajrit ku jemi duke finalizuar përfundimisht ose në gatishmëri pothuajse për blerjen përfundimtare të avionëve, të cilët do të mbështesin flotën tonë ajrore, e cila disponohet tashmë qoftë me helikopterët Cougar apo dhe me Black Hawk, por kjo jo domosdoshmërisht do duhet t'i bëjë njerëzit të presin vetëm nga ajri, pasi menaxhimi dhe parandalimi i efekteve të zjarreve është shumë e rëndësishme të bëhet nga toka me të gjitha kapacitetet që lidhen me njësitë e pushtetit vendor. Në mbledhje u diskutua si mas parandaluese dhe asfaltimi i rrugëve rurale. Hapja e rrugëve malore dhe vendosja e hidranteve në zonat pyjore mbeten me rëndësi për menaxhimin e zjarreve dhe parandalimin e përshkallëzimit të situatave. Njësitë e pushtetit vendor, bashkitë, njësitë administrative, prefekturat të jenë në një mobilizim maksimal, të shfrytëzojnë kapacitetet e tyre maksimale, qoftë për të krijuar hapësira apo korridore në zonat pyjore, të cilat janë të rrezikuara nga zjarret, apo dhe për të nxitur fermerët të ndryshëm për të administruar fermat e veta në mënyrën e duhur, duke punuar tokat e tyre apo dhe duke hapur korridore dhe rrugë, duke krijuar akses edhe për hidrante apo për vendburime ujë. Mungesa e rrugëve të tilla ishte ndër faktorët që përkeqësuan situatën e zjarreve në zonat e mbrojtura të Darzezës dhe Pishpëros 2 vjet më parë me një bilanc prej 700 hektar pyll të djegur. Në Fier gjatë vitit 2025, bilanci i dëmeve nga zjarri ishte më i ulët se 2 vjet më parë. Megjithatë, me 300 hektar pyll të djegur dhe 3297 rrënjë dru frutore, vlerësohet një situatë e rëndë. Një aksident i rënd rrugor është regjistruar mbrëmjen e së hënës në Fiershegan, ku një motociklet është përplasur me një automjet tip Benz. 65 vjeçari u plagos pas përplasjes me automjetin. Një aksident i rënd ka ndodhur mbrëmjen e së hënës në qendër të Fiersheganit. Një motociklet e drejtuar nga një 65 vjeçar është përplasur me një mjet tip Benz në sensin e lëvizjes drejt Beratit. Drejtuesi i motocikletës është dëmtuar nga përplasja e fortë dhe është nisur me urgjencë nga ambulanca në spitalin e Lushnjës, ku sipas bluzave të bardha, gjendja e tij është jashtë rrezikut për jetën. Menjëherë në vendngjarje kanë shkuar efektivët e qarkullimit rrugor, të cilët fillimisht kanë disiplinuar trafikun në aksin rrugor kombëtar Lindje Berat e Ana Silltës, ndërsa grupi hetimor ka kryer veprimet e nevojshme për dokumentimin e plotë të aksidentit. Sipas të thënave paraprake, dyshohet se shkaki i aksidentit ka qenë dalja e mjetit tip Benz nga një rrugë dytësore për në rrugën kryesore, dhe kjo ka shkaktuar aksidentin.
Për fat të mirë, drejtuesi i motocikletës kishte të vendosur kaskën mbrojtëse, e cila dyshohet se ka luajtur një rol kyç në shpëtimin e jetës së tij nga përplasja e fortë. Hapet për qarkullim segmenti zgjeruar Tiranë-Durrës deri te mbikalimi i Rinasit, duke lehtësuar trafiku në aksin rrugor. Kryeministri Rama inspektoi punimet. Është hapur plotësisht për qarkullim segmenti zgjeruar i autostradës Tiranë-Durrës deri në mbikalimin e Rinasit, duke sjellë një lehtësim të ndjeshëm të trafikut në një nga akset më të ngarkuara në vend. Ky investim synon përmirësimin e qarkullimit dhe rritjen e sigurisë rrugore për mijëra qytetar që përdorin çdo ditë këtë arterje kryesore lidhëse mes kryeqytetit dhe Bregdetit. Autoritetet bëjnë me dije se puna do të vijojë në fazat e ardhshme për zgjerimin e mëtejshëm të këtij aksi drejt Durrësit, si dhe për projekte të tjera strategjike infrastrukturore, përfshirë segmentet e korridorit blu, Kashar-Lekaj dhe Lekaj-Fier. Ndërkohë në javët në vijim pritet të shpallet dhe fituesi i garës për segmentin Milot-Balldren, pjesë e planeve për modernizimin e rrjetit rrugor në veri të vendit. Nga afër punimet i ka inspektuar dhe kryeministri Edi Rama i shoqëruar nga ministri infrastrukturës dhe energjisë Enea Karakaçi, ku është diskutuar mbi ecurinë e projekteve dhe afatet për përfundimin e tyre. Për pjatit s'ka pa dhe kryeministër dhe me së shpejti nisim zbatimin e kontrollit të gjendërime që të dyshoj pa në rëndësisht të komplet autostradës, pasi parashikohet gjendërimi në mes, që do të jetë më shumë. Ndërkohë që nënësore do s'ka pa dhe që ju shikoni tashmë të përgatitur për në timësi pa dhe pemë edhe shkolle kemi si shkurën për të bënë një gjeshëllin të aksi të shmo është da i gjerë 30 me hajë. Po me këta po fillojmë me këto të tjera dhe pa e korridorit blu. Po patjetër, ne kemi Kashar-Lekaj, të cilën e kemi në fazë përfundimi të opondencës teknike dhe jemi në fazën përmbyllëse të dokumentacionit në mënyrë në ana e kontraktorit të fillojnë. Të gjitha rrugët e tjera tu lidhemi dhe me bypassin e Tiranës, e cila dhe ajo është Milot-Balldreni është në fazat kryeministri është në fazat përmbyllëse të procedurës. Unë mendoj që shumë shpejt, ndoshta për 2-3 javë, do kemi shpalljen e fituesit. I kemi dhënë përparësi, ajo është një rrugë që bën edhe shpyrjen e qyteteve të veriut, kryesisht Shkodrës dhe Lezhës, dhe është procedurë që ne e kemi me shumë prioritet. Mendojmë që jemi në rrugët finale, pra është duke u përmbyllur vlerësimi dhe do kemi një shpallje fituesi, besoj për maksimumi 2 javë diçka tjetër, sepse jemi të gjithë në fazën përmbyllëse. Ushtronin aktivitetin e këmbimit valutor në mënyrë të palishme, kapen në flagrancë dhe vihen në pranga 3 shtetas në Lushnjë dhe në Fier. Policia e Fierit në vijim të kontrolleve në terren dhe verifikimeve në subjekte të ndryshme për evidentimin dhe goditjen e veprimtarive që kryhen në informalitet, organizuan dhe finalizuan në bashkëpunim me shërbimet e forcës së posaçme operacionale, operacionin policor të koduar transaksioni, ku arrestuan shtetasit RK 64 vjeç banues në Lushnjë, ESH 67 vjeç banues në Fier, AI 57 vjeç banues në Fier. Këta shtetas dyshohet se ushtronin aktivitetin e këmbimit valutor në Fier dhe në Lushnjë pa licencën nga organet kompetente. Gjatë kontrollit fizik ndaj këtyre shtetasve dhe kontrollit në banesat e tyre, u gjetën 4.200.000 lek, 17.300 euro, 1.400 pound, 300 dolar, 200 franga, 2.500 korona, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, bashkë me 5 celular. Në vijim të veprimeve për këtë rast u vu në hetim shtetasi EK 67 vjeç, pasi gjatë kontrollit fizik ju gjet një shumë e vogël parash e përfituar nga këmbimi i kundërligjshëm. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për hetime të mëtejshme për veprat penale, ushtrimi pa licencë i veprimtarive financiare dhe pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Këto ishin lajmet për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.